Në emisionin e mëngjesit në Top Channel, treshja Blendi Sala, Engjina Sufi dhe Nada Muçaj duket se kishin krijuar një dinamik të qëndrueshme para kamerave. Energjia e tyre në studio jepte përshtypjen se gjithçka funksiononte mirë dhe se mes vajzave kishte harmoni profesionale. Por me sa duket, kjo harmoni publike ka qenë më shumë fasad se sa realitet. Sipas zërave që qarkullojnë lart e poshtë në rrjet, raportet mes Engjit dhe Nadës kanë qenë të tensionuara. Ajsa situata thuhet se ka degraduar deri në përplasje fizike në korridoret e topit. Fatkeqësisht, konflikti nuk është ndaluar vetëm te fjalët. Të njëjtat burime shtojnë se edhe gjatë transmetimit të fundit, ftohtësia mes vajzave ishte e dukshme, ndërsa Blendi përpiqej të mbante balancën mes tyre. Një situatë as pak profesionale dhe jo e hishme për imazhin e dy moderatoreve të njohura, figura publike të cilat shikuesi ka parë gjithmonë si shembull qytetarie, figura të qeta dhe komunikative. Megjithatë, deri në këtë moment, gjithçka mbetet në nivel aludimesh. Nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Engji apo Neada, as rrëfim personale as sqarim publik. Derisa vajzat të flasin vetë dhe të tregojnë versionin e tyre të ngjarjes, heshtja nga të dyja palët mbetet një formë pohimi.